Horoskopi javor për javën 5 deri në 11 maj 2025. Puna, shëndeti, karriera, dashuria, të gjitha do t'i gjeni këtu. Le të fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë. Dashi, kjo javë sjell transformime të dukshme në sferën tuaj profesionale. Mund të jeni duke nisur një projekt të ri ose përfunduar një tjetër, për të kaluar në një fazë të re. Do të ndiheni të shtyrë të kërkoni këshilla të sinqerta miqve të afërt dhe ndonse mund të ndiheni një pasiguri të lehtë, familja dhe njerëzit që doni do t'ju qëndrojnë pranë dhe do t'ju japin mbështetjen që ju nevojitet. Karriera. Është momenti i duhur për të mbyllur çdo detyrë të lënë pezull. Mos lini pas dorë asnjë detaj sepse mund të shkaktojë vonesa ose keqkuptime. Shikoni për mundësi të reja dhe mos keni frikë të mendoni për një ndryshim pune apo edhe një zhvendosje në një vend të ri. Intuita juaj profesionale është e mprejtë dhe mund t'ju çojë drejt hapave vendimtar për të ardhmen. Dashuria. Partneri juaj do t'ju surprizojë me dashuri dhe mbështetje të pakushtëzuar. Kjo është një kohë e artë për të forcuar lidhje dhe për të ndarë emocione, si dhe për të krijuar kujtime të ngrohta. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të zgjojë interesin tuaj dhe të sjellë mundësi të reja në fushën e ndjenjave. Paratë, financat kërkojnë vëmendje të veçantë këtë javë. Evitoni shpenzimet e panevojshme dhe tregoni të kujdesshëm me buxhetin tuaj. Mos jepni hua gjatë kësaj periudhe dhe përpiqeni të përdorni kursimet për të larë borxhe ose për të stabilizuar gjendjen ekonomike. Shëndeti. Mund të ndiheni të lodhur fizikisht ose të tensionuar mendërisht për shkak të mbingarkesës në punë. Bëni kujdes me orët e tepërta dhe siguroni që po i jepni trurit dhe mendjes tuaj pushimin që meritojnë. Balanca mes detyrave dhe kohës për veten është çelësi për të ruajtur miqëqenien tuaj. Demi, kjo javë sjell zhvillime të papritura në jetën tuaj. Aftësia juaj për të përshtatur do luajë rol kyç në përparimin tuaj. Do të ndjeni nevojën për të lidhur më shumë me veten tuaj dhe për të ndjekur pasionet që ju mbushin me energji. Besoj instinkteve tuaja, ata do t'ju udhëheqin drejt zgjidhjeve të mençura dhe shpërblyese. Karriera. Suksesi është në horizont dhe arritjet të rëndësishme janë të mundshme këtë javë. Ndjehuni të sigurt në vendimet që merrni dhe do të kuptoni që durimi me kolegët dhe e prorë do t'ju ndihmojnë për të krijuar një ambient pune më harmonik dhe frutëdhënës. Dashuria. Marrëdhëniet kërkojnë vëmendje emocionale këtë javë. Dëgjojeni partnerin me durim dhe përpiquni ta kuptoni më shumë. Jepini atij ndjenjën e sigurisë dhe mbështetjes. Këto gjeste të vogla do të forcojnë lidhjen tuaj. Nëse jeni vetëm, tregoni gatishmëri për të njohur dikë që përputhet me vlerat tuaja të brendshme. Parat. Kjo javë është mesatare në aspektin financiar. Shmangni vendimet e nxituara për investime afatgjate apo shpenzime të mëdha. Para se të merrni ndonjë angazhim financiar, hulumtoni me kujdes dhe kërkoni këshill nëse është e nevojshme. Kujdesu tani që të shpëtosh nga pendimet e mëvonshme. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm dhe në përmirësim, veçanërisht nëse ke patur shqetësime të vogla kohët e fundit. Megjithatë, mos i neglizho sinjalet e trupit tuaj, veçanërisht në lidhje me nyjet dhe muskujt. Binjakët. Kjo javë është ideale për të kujdesur për veten. Largohu nga rutina e ngarkuar dhe gjej kohë për veten dhe energjitë e trupit tuaj. Karriera, stresi në punë nuk do t'ju pengoj këtë javë, pasi të arrini objektivat tuaja me lehtësi. Gjithashtu mund të kaloni më shumë kohë me kolegët jashtë orarit të punës, kjo do t'ju ndihmojë në ndërtimin e marrëdhënieve të forta profesionale. Dashuria. Javë begat për dashurinë. Çifte u jepet mundësia të kalojnë çaste të thella dhe kultur plota së bashku, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim romantik të papritur. Ambientet natyrore do të shtojnë magjinë e momenteve tuaja. Parat. Presioni financiar i papritur mund të shfaqet këtë javë. Për këtë arsye, shmangni shpenzimet e panevojshme. Fokusoni te kursimet për të përballuar situatat e paparashikuara në të ardhmen. Shëndeti. Dedikojeni kohë në përmirësimin e vetes, si në aspektin fizik dhe emocional. Mendoni të bashkoheni në aktivitete si meditimi, yoga apo aktivitete në natyrë që do t'ju ndihmojnë të ngrini humorin dhe të ndiheni më të balancuar këtë javë. Le të vazhdojmë tani me shenjën tjetër, gaforja. Kjo javë do të udhëhiqet nga spontaniteti.
mundësi të papritura që do të shfaqen përpara jush nga mënyra se si reagoni ndaj tyre, do të përcaktohet zhvillimi i juaj personal dhe profesional. Intuita juaj është e mprejtë, besojini ndjesive. Karriera, përgatituni për të papritura në sferën profesionale, mund të ketë vonesa, por edhe mundësi si intervista ose propozime të reja pune. Mos nxitoni, merrni kohën tuaj për të reflektuar para se të merrni vendime të rëndësishme. Ka mundësi për udhëtime pune jashtë qytetit të cilat mund të sjellin përfitime dhe përvoja. Dashuria, fleksibiliteti do të jetë çelësi në marrëdhënien tuaj këtë javë. Partneri juaj mund të jetë duke bërë shumë për ju në heshtje. Përpiquni t'ia lehtësoni barrën. Jepini kohë për të dëgjuar dhe mbështetur idetë e tij. Në këtë mënyrë, lidhja jote do të jetë më e thellë dhe më e fortë. Parat, mundësi të reja për përfitime financiare mund të shfaqen këtë javë. Është një kohë për të ekspozuar investime apo ide që mund të sjellin fitime në të ardhmen. Megjithatë, mos u nxito, analizo me kujdes çdo opsion dhe kërko këshill të besueshme nëse është e nevojshme. Shëndeti, për të ruajtur një gjendje të mirë fizike mendore, përfshihini aktivitete fizike në rutinën tuaj. Ushqime të freskëta si perime dhe arra do të forcojnë imunitetin tuaj dhe do t'ju mbushin me energji. Kujdes për trupin, ai është aleati juaj më i fuqishëm. Luani. Këtë javë mendja juaj do përqendrohet te pasionet tuaja. Qoftë një projekt, një hobi apo diçka që ju frymëzon. Është momenti ideal për të investuar kohë dhe energji në atë që doni më shumë. Shpirti juaj pasionant do ndikojë pozitivisht te të tjerët, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe motivuese. Mund të ndodhë që një ribashkim me miq të vjetër do t'ju japë kënaqësi. Karriera, entuziazmi juaj në vendin e punës do të jetë i dukshëm. Përdorni këtë energji për të përfunduar detyra me përkushtim dhe krijimtari. Në projekte të përbashkëta siguroni që ekipi juaj është në një drejtim me ju. Në këtë mënyrë shmangni keqkuptimet dhe vonesat. Dashuria. Kjo është një javë për të theksuar interesat e përbashkëta me partnerin. Shmangni theksimin e dëshirave personale dhe përpiquni të gjeni një gjuhë të përbashkët. Kjo qasje do të sjellë më shumë harmoni dhe baraspesh në marrëdhënie. Parat, besoj instinkteve tuaja kur merrni vendime financiare. Ato mund të çojnë drejt përfitimeve të papritura. Investimet në metale të çmuar si ar argjend mund të rezultojnë të frytshme. Shëndeti, aktiviteti fizik i rregull do të jetë burim kënaqësie dhe do t'ju ndihmojë të menaxhoni stresin më mirë. Meditimi është gjithashtu i rekomanduar, pasi ju ndihmon të gjeni qetësi mendore dhe të forconi vetdijen tuaj. Virgjëresha, kjo javë kërkon që të vendosni një ekuilibër të mirë në jetën tuaj. Qasja gjithëpërfshirëse ndaj mirëqenies është çelësi, ushqeni si trupin dhe mendjen. Krijimi i një rutine të strukturuar ditore do ju ndihmojë të përmirësoni efikasitetin dhe të ndjeheni të kënaqur me veten. Mos harroni kurrë, nuk është vonë për të sjellë rend dhe qetësi në jetën tuaj. Karriera, kërkoni balancë dhe në jetën profesionale. Mos shpenzoni energjinë duke kërkuar aprovimin e të tjerëve dhe njëkohësisht mos neglizhoni përgjegjësitë tuaja. Nëse ndjeni veten të mbingarkuar, kërkoni ndihmë. Bashkëpunimi do jetë një mbështetje e vyer. Dashuria. Kjo është një periudhë për të kaluar kohë cilësore me partnerin. Bisedat e ndjera dhe të sinqerta do të ndihmojnë në forcimin e lidhjes tuaj. Tregoni të hapur dhe dëgjoni me vëmendje. Kjo do të krijojë më shumë mirëkuptim emocional. Parat. Planifikoni shpenzimet paraprakisht për të patur një kontroll të mirë mbi buxhetin. Një listë me blerje do t'ju ndihmojë të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të ndjeheni më të organizuar financiarisht. Shëndeti. Ndryshime pozitive në rutinën tuaj të përditshme mund të përmirësojnë dukshëm shëndetin tuaj fizik dhe mendor. Mos harroni të vazhdoni marrjen e suplimenteve apo ushqime që i nevojiten trupit tuaj për një mirëqenie më të plotë. Peshorja. Kjo javë është e përqendruar në ndërtimin dhe forcimin e lidhjeve personale dhe profesionale. Merrni kohë për të ushqyer marrëdhëniet që kanë rëndësi për ju. Mund të hasni mundësi të vlefshme, ndaj qëndroni të hapur ndaj bashkëpunimeve të reja. Sharmi juaj natyral do të lërë një përshtypje të fortë dhe mund të përfitoni nga një ndryshim i lehtë në pamje, një model flokësh apo një stil i freskët veshje që do të reflektojë energjinë tuaj pozitive. Karriera. Përdorni aftësitë tuaja sociale për të krijuar kontakte të reja dhe për të forcuar marrëdhëniet me kolegët.
Sa më mirë të kuptoheni me ekipin tuaj, aq më shumë do rritet ndikimi juaj. Pak diplomaci dhe një fjalë mirë për eprorët mund të zbusë tensionet dhe të hapë rrugë të reja. Dashuria, bisedat e sinqerta dhe të thella me partnerin do të ndihmojnë në shërimin e mosmarrëveshjeve të së kaluarës. Krijoni një atmosferë të ngrohtë dhe mikpritëse, një ambient me muzikë të lehtë ose lule të freskëta do t'ju ndihmojnë në hapjen tuaj emocionale. Parat, bashkëpunime me persona të besuar mund të sjellin përfitime të mëdha financiare këtë javë. Ju do të ndiheni të mbështetur dhe kjo do të jetë çelësi i suksesit në projekte që kërkojnë besim dhe bashkëpunim. Shëndeti. Ruajtja një atmosfere të qetë dhe të këndshme në shtëpi do të ndikojë pozitivisht në mirëqenien tuaj. Mos lejo që stresi i punës të ndikojë në jetën tuaj personale. Aktivitetet shtëpiake do ju ndihmojnë të gjeni ekuilibrin dhe të forconi ndjenjen e stabilitetit. Akrepi. Këtë javë përfaqësoni një qasje pozitive ndaj çdo situate. Në vend që të përqendroheni tek problemet, përpiquni të gjeni zgjedhje të mençura dhe efektive. Forca juaj e brendshme dhe këmbgulja do t'ju ndihmojnë të kapërceni sfidat që dalin përpara. Nëse ndjeni të hutuar apo mbi ngarkuar, mos hezitoni të kërkoni këshilla nga familjar apo persona me përvojë që i besoni. Karriera, qëndrimi juaj konstruktiv dhe i matur do të jetë i çmuar me ambientin e punës. Merrni çdo sfidë si një mundësi për të treguar aftësitë tuaja drejtuese. Vetëm përmes durimit dhe pozitivitetit do të arrini të zgjidhni çështjet e pazgjidhura dhe të fitoni respektin e kolegëve. Dashuria. Përkushtimi juaj i qëndrueshëm do t'ju ndihmojë në forcimin e lidhjes tuaj dhe në momentet e vështira mos u tërhiq. Dashuria juaj do të shpërblehet me mirënjohje dhe ndjenja të sinqerta nga partneri juaj. Parat. Po të ofrohet një fazë ku do të fillosh të shohësh dritë në fund të tunelit për sa i përket financave. Merrni kohën për të kuptuar arsyet themelore të vështirësive financiare. Kjo vetdije do t'ju drejtojë te zgjedhjeve më të mira dhe të qëndrueshme. Shëndeti. Qëndrueshmëria juaj fizike dhe mendore do të jetë arma juaj këtë javë. Mos u dorëzoni ndaj stresit, përshtatshmëria juaj do t'ju ndihmojë të qëndroni në formë si emocionalisht ashtu edhe fizikisht. Ushtrimet e lehta dhe meditimet mund të jenë shumë të dobishme për ju. Shigjetari. Këtë javë frymëzimi do të vijë nga gjithçka që ju rrethon, bukuria e natyrës, krijimtaria në art apo përvoja të reja. Të gjitha këto do të nxisin shpirtin tuaj eksplorues dhe mendjen tuaj krijuese. Lëre kurreshtjen të udhëheqë rrugën dhe mos keni frikë të dilni nga rutina. Shpenzoni këtë energji me miqt në një udhëtim, në një aktivitet të ri apo në një bisedë ndryshe që mund t'ju kthehet në kujtime të paharrueshme. Karriera. Mjedisi i punës këtë javë do t'ju ofrojë ide dhe mundësi që nuk i kishit menduar ndonjëherë. Tregoni të hapur ndaj mendimeve të tjerëve dhe përfitoni nga bashkëpunimet. Ke mundësi të mëdha për përparim dhe zbulime krijuese në fushën profesionale. Dashuria. Javë ngrohtë dhe plot gjallëri në dashuri. Spontaniteti juaj do të sjellë argëtim dhe ndjenja të thella në marrëdhënie. Një udhëtim i shkurtër, një shëtitje apo përvojë e përbashkët do t'ju forcojë lidhjen tuaj me partnerin. Parat. Financat këtë javë janë në nivel të qëndrueshëm. Mund të hasni ide interesante për të përmirësuar të ardhurat. Është gjithashtu e mundur të rikuperoni disa humbje të mëparshme ose të zbuloni një burim të rifitimi që nuk e kishit marrë parasysh më parë. Shëndeti. Kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht për probleme sezonale si të ftohtë apo kolla. Mos injoroni shenjat e lodhjes. Pini çajra bimor, qëndroni ngrohtë dhe pushoni mjaftueshëm për të ruajtur energjinë tuaj natyrale. Britsjapi. Kjo javë është përkushtuar ndaj organizimit dhe qartësisë. Është koha ideale për të pastruar hapësirat tuaja si fizike dhe mendore. Hiqni qafe çfarë ju shqetëson, çfarë ju përqendron. Krijo një listë qëllimesh të arritshme dhe përfito në hapa të vegjël. Sa më shumë të thjeshtoni rrethin tuaj, aq më qartë do shihni rrugën përpara. Karriera. Përpiquni në riorganizimin e hapësirës së punës dhe krijimin e një rutine të qëndrueshme. Disiplina do të jetë çelësi i suksesit këtë javë. Hiqni materialet e panevojshme dhe mbani vetëm ato që ndihmojnë në efikasitetin tuaj. Rezultatet do të jenë të dukshme shumë shpejt.
Dashuria, gjërat e vogla mund të kenë ndihim të madh në marrëdhënien tuaj. Një ndihmë e përditshme, një fjalë e mirë apo një shprehje mund të forcojë lidhjen dhe do t'ju afrojë më shumë. Vëzhgoni dhe mësoni nga sjelljet e përditshme. Ndjeshmëria është çelësi. Parat. Merrni vendime të mençura, të organizuara për të krijuar më shumë stabilitet financiar. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusoni në kursime për të ardhmen ose situata të paparashikuara. Menaxhimi i mirë i parave do t'ju sjellë qartësi mendore. Shëndeti. Angazhohu në një stil jete aktiv. Aktivitete në natyrë, si ecja, noti, vrapimi, do t'ju ndihmojnë të ruani energjinë dhe vitalitetin. Mos lini pas dore kujdesin për trupin. Ai është mbështetja juaj për të gjithë qëllimet që synoni. Ujori, kjo javë ju fton të lini spontanitetin, të merrni drejtimin sidomos në mjedise shoqërore. Merrni pjesë në takime, evente ku do të njihni njerëz të rinj. Qasja juaj e hapur dhe e lirshme do të tërheqë lidhje interesante, ndoshta edhe ndonjë mundësi romantike. Mos e nënvlerëso fuqinë e takimeve të rastishme, që mund t'ju ndryshojnë ditën apo jetën tuaj. Karriera, merrni përgjegjësi për vendimet tuaja. Përdorni humorin dhe zgjuarsinë për të kaluar sfidat. Qasja juaj është kujdesur, por e mpret mund të hap dyert të reja dhe të sjellë rezultate të habitshme. Mos keni frikë të shfaqni kreativitetin tuaj. Dashuria. Për beqarët, mjediset shoqërore janë një vend ideal për të njohur dikë të veçantë. Thjeshtësia dhe autenticiteti juaj janë shumë tërheqës. Ata që janë në një lidhje mund të përfitojnë nga aktivitetet të përbashkëta dhe të rikthejnë gjallëri në marrëdhënie. Parat mund të përballeni me disa pengesa nga investimet e mëparshme, por mos e humb besimin. Kjo është një kohë për të qenë i kujdesshëm dhe strategjik. Zgjidhni investime të vogla për të menduara mirë, për të shmangur rreziqet dhe për të siguruar një stabilitet të ardhshëm. Shëndeti. Mund të shfaqen shqetësime të vogla si ndonjë dhimbje koke apo lodhje fizike. Mos e lodh veten, veçanërisht kur je jashtë në natyrë apo nën presion. Jepi vetes kohë për pushim dhe për aktivitete relaksuese që të balancosh mendjen dhe trupin. Peshqit, kjo javë do t'ju ndihmojë të rishikoni dhe reflektoni mbi rrugtimin tuaj deri tani. Është një periudhë për mësime të reja dhe arritje personale. Përdorni këtë mundësi për të mësuar nga gabimet e kaluara, pasi kjo mund të çojë në përmirësime në financat, vlerat tuaja dhe përfitime materiale. Karriera. Fitimet financiare janë të mundshme, veçanërisht nëse krijon një strategji të mirë. Kujdesuni për mundësitë dhe për të fituar të ardhura shtesë si bonuse apo investime afatshkurtra. Po e shihni veten në një periudhë të favorshme për të korrur shpërblime nga mundësitë e krijuara. Dashuria. Përmirësimi i pamjes tuaj do t'ju bëjë të dukeni më tërheqës dhe të keni më shumë besim në vetvete. Megjithatë, bëni kujdes që të mos jeni tepër kërkues. Një qëndrim ngrohtë dhe i lumtur do t'ju befasojë me partnerin tuaj dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Parat, kjo është një kohë e shkëlqyer për të filluar të vendosësh baza për burime të ardhshme të ardhurës. Mbështetje nga klient ndërkombëtar apo bashkëpunëtor mund të sjellin përfitime të shkëlqyera dhe përmirësime financiare afatgjata. Shëndeti, kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale. Një ndjenjë e mundshme, djegje ose lodhje mendore mund të vijë, kështu që është koha për të angazhuar në aktivitete relaksuese që do t'ju ndihmojnë të stabilizoni emocionet dhe të riktheni ekuilibrin. Ky është horoskopi për javën 5 deri në 11 maj 2025. Ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbar, suksese në punë, në dashuri, shëndet sa më të mirë dhe sa më shumë gëzim, lumturi dhe harmoni në këtë javë.